Ndonjëherë njerëzit u japin shumë rëndësi disa gjërave të padobishme dhe bëhen të verbër përpara begative të shumta që u ka dhënë Zoti i Madhëruar, ndër të cilat është edhe shëndeti i mirë. Këta njerëz e kuptojnë vlerën e shëndetit vetëm kur atëherë kur derdhin në lumin e sëmundjeve. Jeta e nderuar nuk është një festë, kur ti je thjesht një i ftuar, ku për çdo gjë mendojnë të tjerët dhe ti shqetësohesh vetëm për të shijuar. Nëse sheh një jo besimtar, falenderoje Zotin për Islamin. Nëse sheh një mëkatar, falenderoje Zotin për udhëzimin. Nëse sheh një të paditur, falenderoje Zotin për dijen që ke. Nëse sheh një të sprovuar, falenderoje Zotin për shëndetin që ke. Ai njeri që të erdhi në derë dhe s'la gjë pa të thënë për të tjerët, dije mirë se më vonë po ky do të shajë ndër të tjerë dhe ty. O Allah, të lutem më mundëso që të dëshmoj se nuk meriton të adhurohet kush tjetër veç teje. Ti je i vetmi që drejtohen gjithë krijesat për ndihmë, që nuk e lindur kënd dhe nuk je i lindur prej askujt, dhe që nuk e askënd ortak. Buzëqeshja është çelësi i diturisë, dashuria dera e saj, gëzimi baçja e saj, imani drita e saj, dhe siguria është gardhi i saj. I aft është ai që mposht egon e tij dhe punën për jetën e amshuar, kurse i paaft është ai që u shkon pas epsheve dhe që shpreson tek Allahu. Një varkëtar ka thënë: "Nuk kam si ta përshkruaj besimtarin vetëse një njeri, në mes të detit i cili qëndron ulur mbi një dru dhe lutet: O Zot, o Zot!" Mbase Allahu e shpëton atë. Me fjalën rrjedhin për rej me mjalt, pikojnë qezma me helm të zi, kujdes me fjalën zonjës me çant, kujdes me fjalën dhe ti zotëri. Allahu ja jep të mirat e kësaj bote atij që e do dhe atij që nuk e do, ndërsa të mirat e jetës së amshuar ja jep vetëm atij që e do. Njeriu pa dije si bima në hije, dija pa guxim thesar në shkretëtir, guximi pa besim yll në perëndim. Njeriu pa dashuri s'do ta njihte veten e tij, dashuri pa moral të jesh në hadh. Nëse dashuria që ke për Allahun është e madhe, e tillë do të jetë edhe dashuria e njerëzve për ty. Nëse i ke frikë Allahun, ai do të bëjë që të tjerët të kenë frikë nga ti. Nëse i respekton rregullat që ka vendosur Allahu, ai do t'i bëjë që njerëzit të respektojnë ty. O njeri, zemra është si një pupull në shkretë të hir që e rrotullojnë errat. Ndaj lute Zotin e Madhëruar, atë që ka në dorë gjithçka, ta forcoj zemrën tënde në rrugën drejt tij. Çdo gjë në jetë është e vlefshme, por asgjë s'është më e vlefshme se njeriu.
E që të ruajmë vlerat njerëzore duhet të ruajë e gjithë shoqëria. Për sa i përket interesit të gjerë mbar njerëzor, shoqëria islame paraqet vendin më të sigurt në këtë planet. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: I gjithë umeti është i falur, përveç atyre që e shfaqin hapur mëkatin e tyre, pasi Allahu u ambulon. Por ata që më pas i shfaqin duke thënë: O filan, sot bëre kështu e kështu, mëkatari e cënon vetveten, edhe pse Allahu i ambulon mëkatet. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: Kur shenjë të keqe, ta ndryshoj ato me dorën e tij. E nëse nuk mundet, ta ndryshoj me gjuhën e tij. E nëse nuk mundet, ta ndryshoj ato me zemrën e tij. Por kjo është shkalla më e ulët e besimit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: S'kam punën me botën, dhe s'ka puna jo me mua. Shembulli im në këtë botë është si ai i një udhëtari i cili gjatë një udhëtimi të nxehtë vere dalon të pushojë në hijen e një peme, edhe më pas largohet prej andej. Ignoranca çon në krenari, kurse modestia në virtyt. Krenaria është bija e padijes, ndërsa virtyti biri fisnik i urtësisë. Krenaria është përkrahase e despotizmit, kurse virtyti përkrahas i lirisë dhe barazisë. Sot për ty s'ka gjë të rëndë. Çdo punë e ke të lehtë, pend. E vetë di që është ngjizja, ringjallja dhe rilëvizja. Mirimi i mendjes dhe se kur të jetë fundi i rrugës së njohjes, lënja e kërkimit të virtytit kurrë s'gjen pëlqim. Njeriu t'i takon të turpërohet vetë nga ignoranca, kurse kohës të turpërohet për ata që s'japin ndihmë. Mos u ngrys prej dëshpërimit nëse jeta të gënjen. Hesht në ditën e mundimit, rishmës ditë e gaz vjen. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: Në dy begati janë të pavëmendshëm shumica e njerëzve. Ato janë shëndeti dhe koha e lirë. Një grua që e ka ndriçuar zemrën me dritën e besimit, ndërsa mendjen me dritën e arsimit dhe të edukimit, çdo ditë i shton diçka të bukur shtëpisë së saj, kurse gruaja e ulët dhe e paditur e dën pas dëfrimeve dhe shpenzimeve, edhe atë folej që ka gjetur e prish dhe rënon. Dashuria për të përhershmen duhet të mizotrojnë mbi dashurinë për të përkohshmen, edhe sikur e përhershmja të ishte baltë dhe e përkohshmja flori. Ndërkohë, Zoti na thërret të mos i ndërrojmë begatitë e përhershme me baltën e përkohshme, dhe njeriu prap gabon në zgjedhje. Është e vërtetë se njeriu në vetvete është një qenie e dobët, por është gjithashtu e vërtetë se në sajt të mbështetjes të fuqia e pafundme, ai zotëron një pushtet të jashtëzakonshëm. Sigurisht, në sajt të kësaj mbështetjeje, njeriu nga një pikë uji kthehet në prrua, nga një molekul kthehet në diell, e nga një lypës bëhet mbret. Fjala e papritur s'ka kuptim, është marrëzi, sepse asgjëson të ardhmen o të patru, dhe asgjë nuk zbret nga qielli, e gjithë nga toka del. Një kom prej moralit të vetë vdes,
ose i gjallë ngel.